I pari që vjen në klinikën e onkologjisë është Ministri në Detyrë i Shëndetësisë Arben Vitia. Pas tij këtu të mërkurën paradite zbarkon edhe kryeministri në detyrë shefi i tij partijak Albin Kurti. Të njëjtit, ditën e parë zyrtarët të fushatës zgjodhën ta përurojnë bunkerin e akseleratorin e ri në QKUK. Megjithatë, ani se puna në të parin s'ka përfunduar ende krejtësisht, Kurti u lavdërua se diçka e tillë u bë në afat rekord. Arsyeja pse ndodhemi sot këtu është investimi në këtë bunker me hapësirat përcjellëse në vlerë të gjithë mbarshme prej 2.7 milion euro, përfundimi të cilit është bërë në një kohë rekord për vetëm 5 muaj. Zhagun ja vazhdoi edhe vartësi i tij, Arben Vitia. Klinika onkologjisë tani më është bërë shembull në këtë drejtim dhe shumica e pacientëve më as që mendojnë që të dalin jashtë Kosovës për të marrë këto trajtime. Kur fjalimet i kryen, Kurti nuk dha përgjigje kur u pyet nga Klan Kosova se pse e bëri këtë, pikërisht në kohën kur zyrtarisht lypën kokrat elektorale. Kryeministër, pse pikërisht sot në ditën e parë të fushatës e keni lënë me bë përurimin e këtij akseleratori? Siç u bë e ditur, akseleratori ka vlerë prej 1.6 milion euro dhe është i pajisur me sistemin e avancuar Sirag, i cili mundëson saktësi maksimale në rrezatim, duke goditur tumorin pa dëmtuar indet përreth.